Të dashur miq, po takohemi edhe sonte bashkë në DTV Media. Si fillim, lejoni që ta bëj falënderimin për sponsorin gjeneral, i cili është Joni Ranch, i cili ndodhet në qytetin e Kamenicës, e që ju ftoj që shkoni dhe ta vizitoni, sepse është njëri nga vendet më të mrekullueshëm që edhe unë kam mujt për me pa. Tani po kthehem tek mysafiri për sonte. Unë kam kënaqësinë ta kem Dardan Ibrahimi, një djalë të ri me ambicie dhe me plot suksese. Sonte ka vendosur që në thuhet me thënë diçka edhe nga rrugtimi i tij. Dardan, mirë se erdhe dhe faleminderit që i the ftesës po. Faleminderit shumë për ftesën, shumë kënaqësi dhe privilegj me nda këtë studio bashkë me juve sot. Faleminderit shumë. E di që nuk është që preferojnë shumë të dalë nëpër media, nëpër televizione të ndryshme. Pse ke vendosur, po nisi me të pyet kështu, pse ke vendosur mos me shfaq shumë? Po, ndoshta aty ju referu pak edhe angazhime të shumta që i kemi, edhe normalisht që puna, angazhimi, po në emisionin e juaj me shumë kënaqësi me marr pjesë, definitivisht. Faleminderit shumë. Faleminderit që sonte i the po për me dhënë diçka, besoj që bashkë kemi me. Kënaqësinë më të madhe. Ato që na menojnë fakt. Patjetër, patjetër. Dardan, edhe për ty nuk ka qenë lehtë edhe thjesht rrugtimet. Domethënë, jetën nuk është që e ke pas të shtruar me lule, nëse guxoj që shumë. Si krejt. Flasim mbi një familje tënde, të cilën unë jam shumë kurështar me ndëgju, po edhe ata të cilët... Patjetër. Fillimisht do kam lindë në Gjermani, kemi qenë para luftës në Gjermani. Pastaj, posa u shliru Kosova, normalisht jemi këthy si krejt shqiptarët e Kosovës në Kosovë. Normalisht edhe prindët e me kanë një për obligim me u këthy edhe me punu për me ndërtu Kosovën, qysh kena pas edhe këto këtë ondra tona me bo realitet vendin tonë, për mes se kemi shumë ondra dhe që duhet pa tjetër me i bo në realitet. Jo vendin e huj, po vendin tonë, Kosovën tonë që dojnë edhe që ujna shumë. Edhe pastaj në jam shkollu në Hajvali, në shkollën fillore Shkëndia. Pastaj kom vazhdu në gjimnazin Sami Frashër, kom përfundu pastaj edhe studimet universitare, kom qenë në master në Univerzum, kom fitu burës, kom dal jashtë dhe gradual që ka fillu këtë rrugtimi jem edhe deri me sot kur jam këtu sot. Interesante, po du me nda momentet të fëmirisë, sepse ajo është shumë e rëndësishme për mu theksu. Tregon si fëmijë i vogël, si ke qenë i dashur edhe... Unë këtë kom qenë pak i lazdrum si fëmijë. Pastaj normalisht kur kom i shkollë fillore, normalisht si kretë fëmijët, kem pas që me i bodo aktivitetet do shërë, ndoshta me thunë dhe kretë, po normalisht tu rritë, tu i mbledh ato benefitet edhe kretë edhe me i studje për para. Të regëm rrugtimin drejt dijes se e përmendë gjithë herë, po e përmendë edhe jashtë televizionit, sa shumë je i dhënë pasaj edhe. Të regëm këtë rrugtim, sa ka qeni? Normalisht rrugtimi për me kërku dijen edhe kretë nuk është shumë i letë. Edhe normalisht ka sfidan edhe imi përballë, jo veçun për kretë tritë edhe treja që e kanë qitë target këtë punë. Është shumë sitë për shkak se normalisht duhet funde, duhet motivim, duhet përkroja familjes, duhet përkroja shoqënisë, e kështu me radhë. Unë gjithmonë them që definitivisht rruga drejt suksesit asnjëherë nuk është e lehtë. Asnjëherë nuk është e lehtë. Këtë njerëzit që kanë mbrinë në botë, do të thonë tu i referu krejve, normalisht ata vetë nuk kanë arrit, çush me thonë për më njëherë, po normalisht kanë sakrifiku, kanë lënë diçka keq. Për shembull edhe kanë vuj gjatë rrugës, është shumë normal, janë zhgënjyn, kanë dështu ma shumë se 10-20 herë për shembull, edhe për ideja është që kur e ki qëllimin, kur e ki targetin, pavarësisht blokada, pavarësisht vështirësive që ki duhet me i mbledh forcat, ke më urxuar, e di që gjatë rrugës, gjatë punës, gjatë krejt ke më urxuar, ke më dështu, po normalisht duhet me mbledh veten, edhe pastaj me ecë përpara. Për ndryshe, momenti që herën e parë dorëzohesh, atë nuk mbetet më kur gjë heq. Çdo dorëzim është motivim për më qu përpara dhe me ecë tutje. Se që çështo të ecën njerëzit, në mendoj që edhe këtë rritë të rejat e Kosovës që kanë ondra, pa dyshim që kemi këtë ondra me ecë tutje, duhet gjithçysh me mbledh veten, forcat dhe me ecë përpara. Unë di që lloj probleme shka, lloj sfida shka, probleme sociale, ekonomike, të forma ndryshme, por ka njëherë duhet me i lënë anash, edhe problemin me kap me akomodu dhe problemin, pastaj edhe me i studje. Unë mendoj që do të me qenë njëri shumë vizionar, me po që mas asoj ka diçka ma shumë, jo me umdal, me një pengizor që mundesh me menjanu shumë lehtë. Folja dhe për studimet
Kush ka qenë mbështetja jote më e madhe në këtë rrugtim? Mbështetja më e madhe në këtë rrugtim, unë e kisha E teksove diçka që mbani përshtypje që vetëm nuk muj mi bë gjëra. Absolutikisht, unë mbështetja më e madhe që kam pas në jetë, edhe vazhdoj me pas është prej mamit tem. Okej, po e postoj nëpër. Po e postoj shpesh nëpër rrjete. Shu ka një herë më ngusin, po normalisht një tjetër. Amo mami është mbështetja jeme më e madhe në jetë, që për me kisha falendëruar shumë se pa të normalisht s'kisha mujt marrë që të ku jam jesh. Normalisht mendimin e Zotit patjetër, po mami ka qenë njëra ndër shtyllat kryesore, domethënë shtylla e familjes edhe krejt është nana, është padyshim. Nasha është pak absurde për me pyet lidhjen që e ki edhe që e poston edhe. Regam që je shumë i lirë. Fakt, se unë normalisht mami kur ka fillu punën, normalisht puna në policinë e Kosovës. Në periudhë ka gjatë I lumt. Fendir shumë, e ka bën një punë të jashtëzakonshme. Normalisht që unë kur kam qenë i vogël, ajo është dashur me shku në shkollë të policisë, me u shkollu dhe ato trajnim të krejt. E normalisht e kom një pak mungesën e saj për shkak se i vogël dhe krejt, por e kena ditë që edhe krejt fëmija dhe krejt e kena ditë që është u shku për me u bo ma mirë, normalisht që më na mbrojt neve, me mbrojt këtë fëmijët e Kosovës, atëherë isha i vogël edhe normalisht që tonë e kom pas ide që mami është u shku në shkollë policisë, më na mbrojt fëmijëve krejt, edhe nesër mas nesër na me pas një armë të sigurt. Pastaj më kriju bindja dhe kada, kështu që pastaj u akomodu mirë. Je vëdojnë që ju ka mungu shumë nana? Normalisht, se pastaj është dosht me qëndru atje në vushtre, po normalisht që e kemi zavendësu pak mungesën, edhe që mungesa e prindit nuk zavendësot asnjëherë, po normalisht jemi mundu që me i dhonë vetit korajo, edhe zakonisht kur na ka thënë telefon gjithmonë i kemi tregu për mësime, kemi marrë notën kaq, i kemi bërë detyrat edhe kështu me radhë. Interesante edhe kjo pjesë, po gjatë këtij rrugtimit të vështirë, se kanë qenë këshillat, mendimet, sugjerimet? Gjithmonë, është edhe kritikat. Fiks, gjithmonë mami është ajo që për me, jo veç mu për edhe 3 fëmijë të tjerë që jemi, gjithmonë na ka shty që me u shkollu, me u bu zotë vetës, edhe me ndihmu këtij veni. Për shembull, mos tek kisha pasur në këshillat e mamit tem, me shku për shembull në gjimnaz ose në fakultet ose diçka, ndoshta unë nuk kisha qenë këtu ku jam. Vazhdimisht mami ka bu, nuk kisha me qyt presion, por ka këshillu dhe krejt që duhet më u shkollu për shkak se nesër mas nesër që ky vend ka nevojë për neve. Prind nuk na jetojnë gjithë, normalisht duhet me kuptu edhe duhet me fillu që ndoshta me mendu edhe për këtë pjesë, po ky vend amit neve, kështu që na kena marrë përgjegjësi për këtë vend, patjetër që duhet edukimi është numër 1, përveç edukatës familjare duhet me pasur një arsim edhe krejt, një që me u bo mirë këtë vend. Po, si fëmijë i vogël më the që ke pas shumë ëndra dhe dëshira të mëdha. A gjithmonë ke pas dëshirë me këtu ku je në këtë? Gjithmonë. Qendër të vëmendjes? Qendër të vëmendjes, kisha me thonë. Po normalisht që ëndra em edhe mendoj që edhe shumë shok vetëm edhe shoqë që të cilët tash na ndjekin, është që për një me i shërbi këtij vendi identitet shumë. Qoftë ku jem të punuar në universitet, me jap kontribut për studenta, qoftë nëpër sektoret ndryshme të jetës, ideja është që për me, jeta nuk është veç vetë, nuk mundesh veç ti më u bë i suksesshëm edhe këta tjerë, jo, duhet secilin me shkëlqy bashkë. Për shembull se duhet me janë gjithë dorën janë i tjetrit, në që me u barazu dhe me ecë përpara. Veç një mendim nuk vlen, duhet me mendu me grup, me shoqëni, me krejt edhe me ecë përpara. Këtu ka pjesë edhe ka rol të rëndësishëm edhe shoqënia për shembull. Edhe shoqënia kur ti për shembull të shkollum, të edukuar, edhe që ta dojnë të mirën dhe ja u dën të mirën, patjetër që krijohet ai far stabiliteti edhe asnjëherë edhe sfida familjare dhe krejt i kalon me familje, me shoqëni edhe kështu me radhë. Si ka qenë momenti më i vështirë në jetën tënde? Momenti rrugtimit. Normalisht tash unë kam 26 vjet. Kishe me theksu? Fiks, unë kisha me theksu kur e ku marr vizën me shku me studiu në Portugali me bursë plot. Është e vështirë për mes se e krijon një stabilitet në Kosovë dhe me shoqëni dhe me familje dhe krejt, edhe dhimbën dyqysh me i lënë. Po kur e din që nuk të pret kërkush atje, faktikisht, duhesh vetë me u mobilizu dhe me i mbledh forcat, është e vërtetë që na u kanë dhimbë familja dhe krejt, prindë dhe krejt, po kur e din që ideja edhe cokë është tjetër kund, e ndjen një farë prerje në veti edhe vazhdon përpara. Po s'ka mungu edhe komunikimet në përvaj bera në bërështë që kemi. Çka mësove prej atij vendit? Gjithçka. Tregom çka? Gjithçka. Unë kam qenë student universizëm, kom fitu bursën edhe maj men, kur ka ardha e konfirmi për i zyres dhe kompare të univerzumit dhe të fakultetit, ka qenë një mrekulli kisha me thonë. Edhe ndova lajmen me prind, me mamin, me shok, me shoqit, me krejt edhe
qa që më di krenar, sa që nuk ka ku ma shumë. Edhe normalisht, tash ka pos pak sfida, jom friksu për shembull, është vend i mirë, është vend i keq, ana prisin mirë, ana prisin keq. Po këna gjë një grësi të jashtëzakonshme, po kur e kom di që qëllimi është diçka keq e lartë, atë çka da? Qa më ka dhënë, më ka përgati shumë për jetë. Më ka përgati shumë për jetë. Më ka bu me besu vete ma shumë, me te i kalu sfidat ma letë, me kur është po, kur është jo, me përgatit për jetën tonë, të mirën e të keqen, me qenë stabil, edhe shtë më radhë. Interesante edhe kjo pjesë, po besoj që e the edhe vetë që kam mësuar shumë çka. Po kur u ktheve mandej? A u zhgënjeve? Nuk jam zhgënju, faktikisht. Normalisht më ka mungu edhe më mungon hala Portugalia, për shkak se tash kom kriju edhe shoqëria atje, na kanë vizitu këtu në Kosovë. Por kur jam kthy në Kosovë, ndoshta atë luksin ose diçka që kemi pas në Portugali me kret, këtu nuk e kena gjetë. Këtu nuk e kena gjetë, pastaj u akomoduam edhe këtë më një herë. Por jam shumë krenar, për shkak se për me shumica dhe shokëve të me që kena studiu atje, kena pas mundësi me undal atje. Me punë, me fakultet. Shumë edhe jo ndalë me sa e gjithë një. Po, na e kena një qëllim të përbashkët që do të më këthy këtë vend. Na këthy dhe mas luftës, ndoshta ju e mbani men ma mirë, nuk më qeni vogël, ka qenë e shkatru me vend i krejt, por vetë dashnia për këtë vend, bën me që do të 5 zerës, tek e fundi 5 minus 1 që do të me fillu me ndërtu edhe kada ka dalë me histori. Dardan, po çka të bën? Jam shumë optimist. Çka të bën, domethënë me arrit me mendu edhe me vepru në këtë formë. Shumë interesante. Fiks, unë e kam një princip, një ideal që për me ja kemi bërsh këta njerë që e kanë dhënë jetën për këtë vend, ja kemi bërsh që m'ja u kthy diqysh. Unë e di që s'mina m'ja u kthy kurqysh, po deri dikon që me u kthy këtu edhe me ndërtu këtë vend. Është i ndërtu, po normalisht që me ecë përpara bashkë si shoqni, me qenë pak shumë barabartë në shtetet e tjera. Po du më këthy të një detaj i vogël që Miki, në fakt nuk Miki, po nuk është ju përgjigje saktë. Po dhe mi u ikë disa gjëra që nuk po dënë mi thonë, po. Tek fëmiria jote, a ka pas ndonjëherë ngacmim, bullizëm ose diçka të ngjashme? Fatmirësisht ju, na kemi qenë një komunitet i mirë në Hajvali atje, në shkollë, ku ju nuk ka pas fatmirësisht. Fatmirësisht nuk ka. As edhe njëherë? As edhe njëherë, unë me sa mboj men as njëherë. Është fat për komunitetin tonë. Për me Hajvali është një komunitet shumë i mirë edhe për me nuk ka pas shumë. Nuk ka pas kështu kur unë deri në klasën nuk kam një çka ndodh mas klasës tonë, nuk kam shumë informatë. Po sot? Që shë këtë pjesë? A jemi nga shoqëri? E shë sfidën e për shembull ku po dhe lajme dhe krejt definitivisht në Kosovë. Unë mendoj që njerëzit janë pak të prirën për viktimizim? Viktimizim edhe për krejt. Unë mendoj është një brej që mu shumë më brengos. Për shembull ky popull pak është i prirën për të keq. Një lajm të keq e bujnë, i jepin kohje ndryshme. Për shembull, unë e di që mediat e kanë lirinë dhe pavarësinë e vet, por duhet ka pak edhe ndjenjat njerëzore me i kusy ndoshta pak. Për shembull, ne kam dëgjuar një emision, nuk po e përmend emrin. Më pëlqej shumë parafulsi që thoshte që veç kanë herë në 80% raste veç çështje negative fitojnë në Kosovë. Është mund dhem kjo pjesë për shkak se për me ka një herë senet pozitive nuk po ecin përpara, kauzat pozitive nuk po ecin përpara. Njerëzit kanë herë po janë prirur për çështje negative më shumë se sa për kauzat veta. Kjo është shumë e dhëmshme, shumë për popullin tonë. Jo në këtë rast po thoni që me një formë që na i mbështesim edhe i dojmë fort viktimat, po njëjtën anë edhe i përdorim ndoshta në çështjen e medias. Ka mundësi ndodh kjo shumë shpesh. Kjo është e dhëmshme shumë, për shoqërinë tonë shumë e dhëmshme. Po në universitet jeton kohës. A ka ngacmime dhe bullizëm? Jo. E gjithë që kemi thonë jo. Aktualisht jo, kështu me besueshmërinë më të madhe, po them që jo, absolutikisht jo. Jo, absolutikisht, për shkak se ne kena kriju një sistem në brendshëm ato dhe gjithçka është ecë mbare e mirë. Unë jam shumë krenar për punën që tu e bëj kolegët tonë. Shumë jam krenar. Mbani përshtypje edhe pjesa tjetër ku the që jam tonë kohës me studenta, ju ndihmoj. Tregom që të rrugtim, është interesante që ti me ka një dorë e fortë për ata. Fiks, rrugtimin tonë për shembull akademik, me mbështet çështje akademike, me mbështet për shembull aktivitete ndryshme,
në trajnime ndryshme, punë edhe workshope që po bojnë ndryshme, pastaj edhe pse ju me bisedu face to face për një problem që kanë, për shembull, e kena zymë për mirëqenie psikologjike, sociale, mujnë ata çka do që kanë brendi tyre me shpreh, kështu që për me jam shumë krenar me punën që ndë e bëha ligë, definitivisht. Tregom në rast një moment që ti je një siklet me ata që studiojnë me studenta. A ka pas një rast? Ka pas një rast, për shembull, një djalë kur faktikisht alo 18 vjet, nuk di ke ka mu orientu për shembull për drejtim edhe për krejt. Edhe unë ka dalë tu e marr pyetje çka ki shif. Unë disha që është shumë i shkath në matematikë, në kompjutera, në IT. Edhe ja propozova për shembull sigurinë kibernetike, është drejtim më i ri. Pastaj sot është vitin e tretë, ai më falenderoj gjithë që unë ta komponin tash punon sot. Kështu që është pasuni për me punu në universitet këtu të në universizëm, edhe kush do që punë. Është punë e lodhshme, po jemi të e bo punë me plot dashni. Kur e bën punën është fantastike që për me njëri kur gjen me emocion, me dëshime, edhe ja arrit. Probleme nuk e konsideron. Ka probleme normalisht secili. Po du me u kthy pak te çështja që u kthy te çështja. Për me ka dritë, ka shpresë këtë vend. Unë mendoj që ka njerëz tepër të mirë, e dojnë këtë vend, e dojnë njerëzit, e dojnë krejt. Po veç mi u jap mundësi, unë mendoj që veç duhet mi u jap mundësi me qit më pa, e bojnë punën e tyre. Unë e di që edhe çështja situata politike nuk është shumë e favorshme në Kosovë, na pedina krejt. Janë tu zhgënjy njerëzit, janë tu thy shpirtnisht njerëzit, janë tu i hub shpresa, më thonë ulesh takosh me njëri, nuk din ka me shkua njëri. Po ka shpresë, ama shpresën duhet me ndërtu na, tarmen do të me ndërtu na. Në momentin që nuk i jep pozicionin e duhur profesionistit, nuk kem ka shkuj na këtë vend. Kosova është e jona, ka me qenë e jona, duhet me dosht edhe në të mirën edhe të keqen. Po, hajde të punojna për këtë vend, hajde ti hjekum setrat për vjelimi që shtojmë na, ti për vjelim mangët edhe të punojna. E kena gjithë që shtot, hajde po punojna. E ju për shembull, mu pri veç për çështje negative dhe mi dhon kohë këtë për shembull na luftojna me ngritjen e shpinës që apo dione pjesa tjetër mirët me çështje tjera që janë 0% e interesit popullit. Që kjo duhet me bësh shumë dallim. Më the jashtë kamerave që të pengon edhe një pjesë e mediave që shpërndajnë dhe ftojnë njerëz të cilët janë jo meritor. Fiks. Se po mendon kështu? Po tash i bojnë ata për... E ki çështë e the, jo, pa mera, ke thuje, se në thuhet gjithçka. E ke fjalën për ata të cilët dalin në rrugë. Po, keni kritikë ka gjë? Ka reagu po më duket edhe agjencion për informim dhe privatësi po më duket është shumë, qysh njëri nuk dihet mirë, ndoshta një vjetër, 70-80 vjet ose një më shumë. Ai nuk e ndi vetë, ai ndoshta habitet bre, atë njerëz i krijuar për me gabuar me nej. Po. Habitet, ka emocion për shkak para kamerë, pastaj apo bëhet viral. Unë i lexoj për shkak komentet. Atë në qysh është një për shkak një familjar ose një djalë ose një vajzë ose një hipi ose meza aty njerëz për shkak kur i lexon komente negative për shkak që janë tu ja shkruaj njerëzit këtu që. Po kjo ndodhen në studio televizive, nuk është veç edhe në përbon, me thonë të drejtën. Nuk është veç cena besoj. Unë mu më lëndon shumë kjo pjesë, po të bona shumë i sinqera më lëndon, për shka hajde mërë të mirëm diçka me pozitive, hajde mërë të bojna diçka të mirë, hajde të qisëm një lajmë të mirë. Unë e kuptova që ne si, po mënoj, si mediumet të ndryshme që punojmë, jo e kishit që na nuk ju japin shumë mundësi dhe hapësie të rive. Mënej që po. Apo? Ka shumë të ri. Thërni sa të mëne, jo vetë po kretë, thërni. Unë me sa ke po, unë e ftoj edhe ata që... Unë gjithmonë munona për me pas shembuj në ekran. Unë e kom përcjell emisionin e juj, për ndryshe ishë shumë shembull i mirë, për kesh është një tonë, rrugtimin që shë ke nisë, unë të quaj shumë edhe për me je model që duhet me ndjek një i ri ose e re, nëse është në qatë fazë. Kështu që të përgëzoj shumë të përgëzoj. Unë e për vetë me ekranari shumë atë modhe marë që të emision, me taku, normalisht, me bisedu edhe për me bravo për punën dhe për angazhimin që jetu e bu. Kështu që në të armet të afërt, po besoj që edhe tritë dhe trijat kanë me pos benefite dhe kanë me po hajrin, tash po flasë bukfalisht, këtu fjallë që jeni të i transmitu normalisht për qytetarë tonë. Faleminderit, po nuk jam sot po kusion, jo një ju, me thonë të drejtën. Që po më qërë në siklet pak, po faleminderit shumë. Sinceriteti në jetën tonë, çfarë roli ka luajtur? Sepse unë e di që je gati sinqert në punën, në angazhimin tënd. A ka qenë pengesë ndonjëherë?
Në shoqërinë tonë, ka njëherë sinqeriteti është shumë pengesë, po njëri duhet me pas parimin e mendoj. Po është po, jo është jo. Po ka pengu, ka penalizu. Penalizon pak, po unë e kom bit vetën, normalisht që veç i sinqert duhet me kon. Okej, le të fitojnë ai bre njëri që merret me shantazhe, le të fit, nuk ka problem. Po çaj fitin, çaton që e ka fitu çat luftë, ai pasaj nisër e hupse, nuk ec, nuk zhvillohet. Nëse ndërtohet diçka pa sinqeritet, ai më njëherë nuk funksionon. Po njëri duhet me nejt drejt, stoik, pavarësisht fryma ose diçka, dush me qëndru edhe me mbrojt mendimin e lirë, me mbrojt mendimin tënë atë të shoqënisë. Pavarësisht dikujt na e tingëllon keq për interes ose diçka, po e vërteta e mirë ose e keqe duhet me triumfu patjetër, nëse duhena me ndërtu një shoqëni të saktë edhe të mirë. Tregom se kur ke qajt për herë të fundit. Kur ndoshta kur kom hub familjar, të rëndësishëm në familjen tonë, po patjetër. Po kemi qajt edhe për gëzimit kur na kanë orë një pa mbesa, kështu që është shumë normal, shumë njërë. A qajnë zakonisht? Po në raste specifike patjetër. Bashkëndjejme. Për shembull unë ka njerë edhe jam kështu pak person i dhëmshëm kur shoh edhe për shembull misiona të tjera që vuj njerëzit ose për shembull lufta që po ndodhen lindjet mesme atje, është shumë e tmerrshme, shumë. Veç një njerëz që nuk ka ndjenja, nuk bashkëndjen me ata fëmijë që janë tu persekutuar në mënyra ma mizore të mëshme, kështu që uroj që me kalu këtu sfida për mbarë botën. Dardan, çka të ka mësu jeta? Jeta më ka mësu me qenë i sinqert, i besueshëm, mi u ndihmu njerëzve shumë, me i përkra njerëz, me dhënë dashuri, me përkra normalisht, mi u ndihmu me ju thjesht me i çu përpara njerëz nëse ka nevojë për ty. Se tek e fundit, sot ata për neve, na nesër për ta, kështu që kjo botë është në tranzicion, du të më lidhë me një tjetër edhe me bu diçka të mira dhe të bukur për neve. Qa kishe mi thonë vetës? Unë kisha mi thonë vetit, gjithë shka në ashta, po bëja i gare pak, me vazhdu qështë qësh jam, me bu krenar normalisht prind, shoqnin, vendin, edhe me qenë është ta model për 33 që jënë të në ndëgjua dhe që mos me hish duhet për andrav, normale me dështu i krejt, me uqu prap, me ngrit, me ringrit, edhe me isë për para. Kuj kishe mi thonë përmes thuhet përmes të emisioni shumë të respektum, këtë 33 që të në ndëgju, krejt njerës që janë hale, kanë dirte, kanë probleme, kanë sfida. Dine që një shpres është, një drinë fund tunelit është u po, pas shiut edhe krejt, nëse del djeli, kohët e këshia harrohen, ditë e mira kujtohen gjithmonë. Kështu që hajde të punojna për ditë mira, hajde të shpresojna që një ditë ka mu bë mirë, e harmja e bukur është të na prit afër, drita po shihet që atje dikun, hajde të punojna. Unë e di që ju kanë humb shpresat pak njerëz, po hajde të ringritemi edhe të mobilizojna veten dhe të bëjmë atë mirë bashkë për këtë. Sonda ka qenë intervista më interesante për juve? Jam të e shiu shumë, kështu që për kësaj faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Po jemi edhe pak a fundi. Po duhet një mesazh që të buron për shpirtit për nonën tënde, që e poston shumë. Patjetër. Që e shoh edhe kur flet me çat dashni të madhe që është shumë normale. Përmes thuhet, çka kishe mi thonë sonte? Unë kisha mi thonë, jam shumë krenar që jam djali i saj, edhe du shumë, edhe ka me vazhdu me bu krenar, qysh jena krenar na që e kena mamin tonë. Këshilla e fundit për krejt ata që... Krejt, duni prind, duni një tjetrin, duni familjen, duni shoqnin, duni venin, besonin vetë vete, edhe ecin bashkë për para. Për mund sonte ka qenë shumë kënaqësi e madhe me të pas, kënaqësi e madhe për me të njoft edhe prej afër, kënaqësi e madhe edhe për me marrë diçka prej teje. Unë gjithmonë marr edhe mësoj prej mysafirëve që vinë, kështu që me shumë dashamirësi dhe dashni të madhe të kam ftuar edhe në emision edhe në televizionin tonë, kështu që gjithmonë i dyert të hapura në televizion. Shumë kënaqësi me që bashkë me juve, shumë suksese tutje. Bravo për punën, je model edhe për neve, kështu që shumë faleminderit edhe një herë me kënaqësi. Dardan, të uroj gjithat mirat një. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit për kohën dhe hapësirën dhe mundësinë që sot derdhe. Faleminderit për zemërsisht. Atëherë të dashur miq, para sa me mbyll, duhem me mbyll edhe me diçka tjetër. Në këtë jetë nuk kemi ardhur që të jemi të përsosur, por kemi ardhur që të jemi të vërtetë. Shihemi të hënën tjetër.